Nga 12 tetori këtij viti, Bashkimi Evropian do të zbatojë Entry-Exit System, një platformë e re digjitale për regjistrimin e hyrjes dhe daljes në vendet e zonës Schengen. Ky sistem do të zbatohet për të gjithë shtetasit JOBE, përfshirë edhe qytetarët e Kosovës që udhtojnë drejt Evropës. Me këtë rregull, nuk do të vendosen me vulan e pasaport, pasi të dhëna do të regjistrohen në mënyrë digjitale. Në momentin e kalimit të kufirit, udhëtarëve do të merren automatikisht gjurmët e gishtinjve dhe fotografia, ndërsa çdo hyrje dhe dalje do të evidentohet në sistem. Sistemi i ri për kontrollimin e hyrje-daljeve brenda Bashkimit Evropian nuk do të ketë pengesa të tjera përveç vonimit në procedura, sepse do të ketë kontrolle shtesë, por kjo do të njihet si një formalitet i shtuar për të verifikuar të gjithë ata që hyjnë në zonën Schengen. Osmani thotë se ky rregull i ri nuk përmban ndonjë ndryshim për qytetarët e Kosovës. Sa i përket Republikës së Kosovës, nuk do të ketë as avantazh, por as diskriminim në këtë proces, prandaj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës do të lëvizin njëjtë lirshëm, por vetëm me procedura të shtuara. Megjithatë, qytetarët po vlerësojnë këtë ndryshim. Është mirë, por nuk më qenë mirë, nuk e kishin boste. Është procedurë sa më shpejt, se koha është më e vlefshme. Kalon më shpejt. Kjo është shumë mirë. Edhe për aeroportin e Prishtinës, kur e bëjna check-in-in, edhe për krejt, ku shkojna, edhe kur të dorëzojna pasaportën jashtë Kosovës, shumë mirë. Sipas autoriteteve të BE-s, kjo metodë do të ndihmojë në rritjen e sigurisë dhe në menaxhimin më efikas të kufijve.